Mia Khalifa është bërë temë debati jo vetëm brenda shtëpisë së Big Brotherit, por edhe si një nxitës polemikash jashtë shtëpisë midis Alketës dhe Olcës, por duke mbetur brenda shtëpisë, ka një lloj situate që është krijuar midis saj edhe Tonit. Ky fundit, i cilësuar dhe i parë nga publiku si një djalë i qetë me parime dhe me norma të një jetese deri më tanishme që nuk ka gabuar apo që nuk ka agravuar me situatat apo me sjelljen e tij, por diçka e fundit ka dollur me Bian. Besoj që ka ardhur për shkak të materialit të së premtes ku Bia dhe Dolce patën një bisedë ku ofenduan rënd Elionën, duke i thënë Bia nga ana saj që do dal nga kjo histori puta që Toni është i imi, e kjo situatë që ka pëlqyer atit, ku e kemi parë që të ketë një lloj debati, por nga ana tjetër Bia po përdor armët më të ulta, duke thënë që ku nuk ka kamera në një organ, Toni më prek. Nuk e di nëse e ka pasur fjalën për prekje në pjesë intime, por ja tregoi Albës duke i thënë që më prek në dorë, pra duke tentuar që të shes një lloj raporti që nuk është. Toni ka treguar që ka pasur dhe e ka mbështetur Bian, pasi e ka parë që nuk ka mbështetjen e banorëve të tjerë në atë shtëpi dhe i ka qëndruar afër si një njeri mirë, por nga ana tjetër por se në rrjet përqarkullon një lloj dashamirësie për ta parë atë çift me Elionën, por të provokuar dhe nga fjala që Olta tha që më së shumti shikon Elionën në një çift me Tonin se sa me dikë tjetër, me sa duket kanë dëgjuar dhe kanë vepruar, prandaj është një lloj le të themi agravimi në një lloj situate, kërkim llogarie nga ana e Bias dhe Tonit, por do të shikojmë sonde në Prime se si do të trajtohet ky raport, ku në sytë e publikut Toni ka humbur shumë gjatë lojës duke u fokusuar në raportin miqësor me Bian, pasi në sytë e publikut Bian nuk pranohet dhe nuk do të pranohet për jetën që ka bërë jashtë si një pornostare, dhe që Alketa e cilësoi që bën porno gjatë ditës me sjelljen e saj. Sigurisht që në sytë e publikut edhe unë e kam komentuar që nuk e kuptoj të gjithë të dashamirësi që ka pasur Toni nëse nuk ka dashur të luaj, siç thot Bia, që ai shikon kamerat dhe vepron brenda shtëpisë. Sa kaq një tjetër diskutim që pritet të ndes sot debatet në shtëpi është sigurisht edhe ulja, temperamenti apo le të themi qasja që Labi ka me banorët e tjerë. Prami që në pramin e së premtes kishte një lloj agravimi të situatës që kishte me Sasën, e sa mbaroi diskutimi apo ai praj me Sasën të premten të shtunën i kërkoi një lloj alance, pra duke u zbutur. Kam thënë që Labi mund të jetë një banor i karikuar për ato lojë duke se provokime nga jashtë, por nuk është i zgjuar dhe për të mbajtur qëndrimet që ka nisur dhe është i ndezur dhe në një moment dhe kërkon të ketë një lloj raporti me banorët aty. Sa ka një pikë tjetër shumë e diskutuar në shtëpi ka qenë dhe bisedat, le të themi, që kanë pasur 43 për nominimet e kësaj të hëne, ku besoj që vllai i madh do t'ju djeg të gjithë lojën që kanë bërë për të çuar sipas disa prej tyre në nominim Elionën, ndoshta edhe me një banor tjetër. Ai që ka kërkuar, le të themi, një lloj ballfaqimi kokë me Labin është Alba, e cila vijojnë të bëjë ato dramat e saj me egzagjerimet të tejshkajshme të artikulimit të saj për një situatë, për një ndolli, për një fenomen, edhe kjo gjë e ka lodhur pak a shumë publikun. Këto ditë në shtëpi kanë qenë të qeta, më shumë kanë prodhuar momente fani, argëtuese, një vibe të mirë që vijone më shumë të thellohet, aq sa lundrimi ka kërkuar dhe një puthje Klodit, mbetet për të parë nëse kjo miqësi ka shumë e ndryshme dhe ka shumë e pëlqyer nga publiku për atë lirshmërinë, për atë impaktin që ka me njëri tjetrin, por siç edhe e madhja shkurta i ka thënë lundrimit që loja jote është vetëm dyshe dhe ti s'po bën asgjë tjetër përpos kësaj gallate, këtij vibe pozitiv, ngacmim që është bërë në rrjetet sociale me një lloj viraliteti që këndon dhe është pak a shumë si një lloj meme në atë shtëpi. Edhe unë jam dakord me shkurtën që të duam të shikojmë djent që të hapin situata, të shkaktojnë polemika, apo edhe se sa të zot janë për të qetësuar gjakrat, për të parë komportimin e tyre në situata specifike dhe jo vetëm të kenë këtë vibe-in e mirë me njëri tjetrin, gallat, duke u prekur, duke u lazdruar dhe
padyshim është gjë pozitive që të shikosh në atë shtëpi ku një lloj trysnie jote të kërkon të jesh dinamik, provokator dhe të nxisësh situata nga hiçi, po qoftë edhe me histori të sjella nga jashtë. Është bukur të kemi edhe të shikojmë këtë lloj marrëdhënie, këtë lloj adrenaline, por do duam të shikojmë edhe tensione se sa të zot janë për të ruajtur nervat e tyre, se sa dalin nga kontrolli, apo jo kjo mbetet vetëm për të parë, por ky Big Brother, siç është treguar, është shumë dinamik, ka një ndjekje jashtëzakonisht të lartë, edhe pse ka kritika për disa situata dhe banorë në atë shtëpi, por Big Brother ndiqet, doja të dija edhe mendimin tuaj për gjithë këto situata, por më kryesorja është i bëni edhe subscribe kanalit ton Koajo në YouTube.